Volodymyr Zelenski deklaroi se kërkesa që Kievi t'i tërheq trupat e tij nga pjesa e Donbasit, të cilën ende e ka nën kontroll, mbetet pengesa kryesore drejt përparimit në bisedimet për arritjen e një marrëveshje paqe me Rusin. Negociatat e paqes po zhvillohen me shpejtësi dhe Shtetet e Bashkuara janë duke ushtruar presion të madh mbi palët për ujdin që do t'i jepte fund konfliktit gati 4 vjeçar. Statusi i centralit bërthamor të Zaporizhas, që kontrollohet nga Moska, është një çështje tjetër e cila kërkon zgjidhje, pohoi presidenti i Ukrainës pas bisedimeve me mbështetës evropian dhe zyrtar amerikan. Ai shtoi se pasi Shtetet e Bashkuara paraqitën planin e paqes me 28 pika, i cili favorizonte dukshëm Rusin sipas kritikëve, Ukraina dhe vendet europiane po kërkojnë ndryshime që do ta bënin marrëveshjen më të baraspeshuar dhe mbi të gjitha do të siguronin mbrojtjen e saj ndaj ndonjë sulmi rus në të ardhmen. Kievi ka dorëzuar SBA-s një plan me 20 pika më herët gjatë kësaj jave. Ne i dërguam ekipit amerikan një variant të rishikuar të dokumentit korniz, me të cilin punuam. Ai përfshin 20 pika kyçe. Ky mund të jetë themeli për gjithçka, po pres përgjigje nga Amerika. Moska tregon pak shenja lëkundje nga kërkesat e hershme të saj dhe zyrtarët amerikan dhe ata Ukrainas janë duke i verifikuar me kujdes detajet. Sipas Zelenskit, SBA-ja propozon tërheqjen e trupave ukrainase nga pjesa e fortifikuar e rajonit të Donetskut, të cilën e ka nën kontroll, dhe kompromisi është teorikisht që trupat ruse nuk do të hynë në këtë zonë ku Washingtoni kërkon të vendosë një zonë të lirë ekonomike.